Sfida e radhës së Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian është mbyllja e kapitujve. Procesi i cili po përgatitet, edhe pse raporti i bar nuk është miratuar ende. Në takimin periodik të Këshillit të Integrimit, kryenegociatorja Majlinda Dhuka bëri me dije se janë kryer përgatitje teknike për të paktën 10 kapituj. Sfida jonë është mbyllja e tyre me dinjitet, me cilësi dhe rezultate të pakthyeshme, me Shqipërinë si vend evropian. 101 piketa mbyllëse ka marrë Shqipëria deri më sot nga Bashkimi Evropian. Aktualisht, ne po punojmë intensivisht me qëllim që të përgatisim teknikisht mbylljen e kapitujve për të paktën 10 kapituj të parë, të cilat mbulojnë 27 nga 101 piketa në total. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Palla sqaroi edhe një herë se nuk ka ngecje të procesit, pavarësisht pretendimeve të opozitës. Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Ky është ajo që do ta përmbledhja në një fjali të vetme këtë dokument. Pra, nuk flitet për ngecje, nuk flitet për humbje drejtimi, nuk flitet për pasiguri strategjike, flitet vetëm për avancim, për ritëm, besueshmëri, për kushtim të jashtëzakonshëm. Sipas përfaqësuesve të qeverisë, aktualisht Brukseli ka dhënë rekomandim pozitiv mbi përmbushjen e piketave të ndërmjetme, ndërsa diskutimet vijojnë.